Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Vallë, a nuk e dëgjuar ti se si ka vepruar Zoti yt me ushtrinë pronare të elefantëve? A nuk e ke parë se çpëri Zoti yt me ushtrinë e elefantit? A nuk e shkatërroi përpjekjen e tyre? Për shkatërimin e çapës? A nuk sheh në këtë ngjarje të jashtëzakonshme pushteti madhështor të Allahut, mëshirën e tij gjerë për adhuruesit e tij, argumentet e njohshmërisë së tij në meritën e adhurimit dhe fakte që tregojnë vërtetësinë e të zgjelluarit të tij, Muhamedit as. Kujto se çfarë bëri Zoti yt me ushtrinë e elefantit, të cilët kishin synim të shkatërronin shtëpinë e tij. Ata përgatitën një ushtri të madhe, duke marrë edhe elefante të mëdhenj për ta shkatëruar atë. Ajo ishte një ushtri e jashtëzakonshme, me luftëtarë të mbledhur nga Abisinia dhe Jemeni, para së cilës arabët ishin të pafuqishëm. Banorët e Mekës dolën nga qyteti dhe u larguan për të shpëtuar kësaj ushtrie, ndërsa Allahu i Madhëruar dërgoi kundër tyre një prej ushtrive të tij të shumta që vetëm ai e di. A nuk ju shkon koordinakerit e tyre? U tefsiru sure El Fil ajet 1. E dërgoi kundër tyre tufa zogjesh e babilash. A i lëshoi kundër tyre shpend që erdhën tufa, dhe që i gjuajtën ata me gur prej baltës e pjekur, duke i bërë si gjethet e përgjipura. Këta zogjt e grupuar bartnin gur të nxehtë dhe me ta gjuajtën mbi ushtrinë e Abrahas, nga i pari deri tek i fundit, derisa i shtypën dhe i dërmuan, duke i bërë të ngjanin si gjethet e përgjipura. Allahu ishte i mjaftueshëm për ta thyer këtë ushtri dhe zbritin të shkimin e tij mbi kokat e tyre. Kjo histori është shumë e njohur dhe e dëgjuar. Pikërisht në atë vit lindi profeti i fundit, Muhamedi as. Kjo ngjarje ishte njëra nga shenjat pararendëse të epokës së tij të ndritshme, të ndihmuar nga Zoti i qiejve dhe i tokës. Vetëm atij i takon lavdia dhe mirënjohja për çdo mirësi, të cilët janë mbi ta copa dhe ju të forcuara sigur. U tefsiru sure El Fil ajet 3. E i bëri ata si ndonjë gjë që është hëngër prej krijimit, tejes. U tefsiru sure El Fil ajet 3.